Kom punu me butik. Sa mirë të lumë. Butik, biznesin... Biznes tamen, po. Shumë vështirë. Sa tu ka Let është këtu me ha biznes, po atje është shumë vështirë. Gratë shqiptare janë shumë punëtore. Nuk, po, kur dojshë me punu, kini dëshirë ku zdërzos. Ta shunat biznes temin atje 30 vjetë, për bikë në Kosovë. Ka pak të regullu dokumente të që 3 vite, po kështu me startu prej nesër. Ka puna vini? Unë jam Mitrovicase. Mitrovicase? Ken mendë. Sa mirë, ku vjen mirë. Që sa vite jeton të Mitrovic? Po këtu kam lindur. Këtu ke lindur? Kam jetu. Jetoni këtu? Ja. A jetoni jashtë? Cilin vend jetoni? Në Suedi. Në Suedi. Që sa vite jetoni në Suedi? 91. A do konë si është jeta në Suedi në krasu me Kosovën? Një pyetje shumë e vështirë. E vështirë, mas të mirë ti me të reguar, se ti e përjeton atje. Unë e përjeton atje. Dhe me thonë është shumë vështirë që e me kënë detyru në medal. Ta shëbo atje në nanë e dytë, është shumë vështirë me lanë edhe më këthy. A do konë sa e kitë vështirë kur vjen Kosovë edhe të shkonë për atje? Po, është një jetë shumë e vështirë që tash kemi jetu atje, fëmijët kemi atje, gjithat atje, edhe jetë si me një nanë dytë. Si me një nanë dytë? Si me një nanë dytë, thomë se është shumë vështirë, dhe me thonë, e donë ende Kosovën, atje ke kriju një familje dhe jetë gjithë e dy anshme. E një si e hujsh në veni ku jeton atje? Çdo herë. Po kjo sa të ka po ty, për mes me ndosh si vend ku jeton atje, po për hirtë që duesh, ki shku dhe... Po tash ajo koha e bëndë vetën. Në kam shku shumë e reje dhe fëmit janë atje dhe ke punu atje dhe e ke ndërtu një jetë atje dhe... Ashtë vështirë. Punoni atje alo? Po. Qa punoni? Unë çdo herë kom punu me butik. Sa mirë të lumë. Butik, biznesin... Biznes tamen, po. Të lumë, sa gjoj mirë. A është let një biznes me hapë në vendin ku atje? Shumë. Let jo. Shumë vështirë. Sa tu ka të let është këtu me hapë biznes, po atje është shumë vështirë. A të të shko shumë? Se uja se do mos është shumë vështirë. A ti pas për kroje di kanë? Jo, vetëm dijen. Vetëm dijen? Po ka shortin sa ki pas për kroje? Po, familjen normal. Familjen të? Familjen po, me dova kështu, familjen po, normal se kanë qenë fëmija vegjel, edhe si një gru, me 4 fëmijë vegjel, edhe me hapë një biznes, dhe me thonë, nuk ka qenë e letë, edhe u ka qenë për kroja. Në që gratë që janë atje, punojnë ma shumë se gratë që janë Kosovë. Janë ma punëtore. Nuk është ajo, gratë shqiptare janë shumë punëtore. Më thonë, po më varet rrethanën se kanë, dhe më thonë mundësit për me të regu vetën sa din. Kanë qenë atër ma të vogla, se tash janë mirë Kosovë. A është ma letë me të bërtu një grua në vendin e huj, që sheni ju? Jo. Kretë më varet se sa je interesune, sa banë mundim, sa je me aktivune. Këto dallimet, a vlerësojnë ma shumë gratë të vendi ku jeton se... Sojnë shumë, po unë nuk e kom vërejt diçka që është e dallune, që t'japën diçka ma përparësi se je një grua, apo se je një burë. E majni, sidomos Skandinavia, e majni nivel ma... Unë për të në fund një mesazh gjitha grave, gjitha femrave, kudo që janë, që i kështë thonë, që ju vynë për jetë? Çdo femrave që ju vynë për jetë, ju kështë thonë që të tregojnë vetën me ato që ka dinë dhe më zdërzohë. Nëse ka një pasion, nëse ka një dëshirë, më zdërzohen. Kom pas shumë vështirë që nuk jam dërzohë, më thonë, e kom pas pasion, e kom dashtë dhe kom arritë mirë. Tjetëri mesazh është, kur dojshë me punu, kini dëshirë ku zdërzos. Ta shunat biznes temin atje 30 vjetë për bikë të në Kosovë. A në Kosovë kur për vini? E kom pru veç edhe kom regullu. Edhe tash jam për me regullu. Hajde sukses në keni fillu? Po. Sa ko? Ka pak të regullu dokumente të që 3 vite, po kështu me startu prej nesër. Prej nesër. Shola të të mbarë. Po desh ka me ardhë pak me visitu aty. Se kemi regullu krejt, po jemi atë rrugës të gjimnazi. Unë s'pu t'i shoj që keni mja dalë, keni me pas sukses? Besoj që po. Paldi më stanë si grua,
A i sheh se gratë kanë forcë të punojnë dhe janë të zonjat? Gratë kanë forcë punojnë, do më thonë thash, kritën varet rrethanat, se si e kanë kushtet, sa ju japet mundësia, si ju japet mundësia. Edhe për atë punë shumë të vështirë që unë e kam startu në Suedi, me shumë vështërsina, shumë. Cila ke vështirësia më e madhe? Vështërsia më e madhe u konë për shembull që përgatitja, do më thonë, për me hap një biznes. Kupton ti, për shembull, ligjet e shtetit mas pare, për shembull, që me ditë se si funksionojnë ligjet, do më thonë, mandej më përqëndru në cilin grup të biznesit do njëri me hap, do më thonë, me mësu lamin tonë të cilën, mandej me departu në për lokale mes qendrës, për shembull, kush një qendër, do më thonë, faktikisht me bu një biznes nivel sikur atje që ja, o kërkushëm. A të është kosto e madhe shumë? Për kosto, faktikisht, kur unë që mirë ma bu në kitë pytje, më vjen shumë keq që këto banka këtu kanë që këmatën e madhë, mdhaja për shembull për një biznes, kur ti foli une për fillim, do më thonë, kur unë e kom jep një përgatitje, se kom një biznes qartë, kom një program se që ka du me punu edhe qysh kom pasë ndihmën për shtetit një vit. Kjo është e mirë. Ajo është shumë e mirë, po. Edhe unë e mendoj që në të ardhmen besoj se ku më kyç me gra biznesit në Kosovë, me thonë, biznes duhet me ndihmu, po, jo vetëm, si me thonë, po kom dëshirë me hapë një butik edhe du me kom butiku jam. Po, me i pa që ato e kam përgatit, jonë të përgatit në për me hapë një biznes. Cili është ai synimi yt që e ki? Synimin tënd që e ki për të ardhmen? Po, e para është dëshira, do me thonë, dëshira që atë punë që e kom kriju atje, edhe ato mësime që ka unë i kom marrë atje, unë e diçka kom që për i këtujt atje. Vërtet? Do me thonë, kom që shumë për i këtujt atje dhe kom mujtë me deportu. Tash ato mësime që ka unë i kom bu atje me i pru këto, edhe do me thonë, butiku është stil skandinav, do me thonë, edhe unë e po provoj këto punëtorët edhe këto që me i mësu, ato gjona kri që ka unë i kom mësu atje. Edhe me alon dhe pujna ne. Ta që kanë me pyet vajzat, gratë, kanë me qenë kushtueshme këto garderobat, këto gjanat, është një markë që kushtojnë, që ke këtë butikën këtu? Ajo është një markë klasike standarde, do me thonë, që nuk është prej të lirave dhe nuk është prej të shtrenjtave, është ashtu tash e kam zgjedh, se kur atëherë kam qenë e re, edhe kam fillu me robat për treja, se mu që më ka përshtatë edhe fëmijëve, i kam pasur të vegjël, mandej me kohën temë unë e kam vazhdu. Tash do plaka si korone që zdojna më vesh asi treja, asi të vjetra. Po si e plak më të jara e reja? Po të me thonë për këtë moshtë. Është brendi yt ky? Ja, une për shembull po foli për Skandinavi, do me thonë, është një san që për me pas një kontrat që ti me pas drejt me bli ato roba, cilat do qime, do me thonë, ata duhet me ditë se sa edhe ti je aftë për me majt atë markë edhe për me kone aftë që me shit ato roba. Ato kontratat, do me thonë që i kom pasën që i kom marrë me shumë vështërsina, do me thonë ato i pëjmaj hala, jo ndoroj që jenë metë prej përpara edhe për ata, do me thonë e kom tash letë. Se kontratat i kom me kanë bashkëpunoj, është shumë letë, inshallah bëhet edhe në Kosovë. Jo kështu që po bojnë robat e njëjta, gjitha butiket edhe nuk e lejon kërkush kërkonin me shku përpara. Atjo është e ndalune, na e kemi drejt vetëm një qytet me konë me atë roba që i blet. Jo afër. Shpresoj se kjo është një dëshirë, kjo është vetëm një dëshirë e imja që me propunën tam këto. Unë të rojë shumë sukses, ti mos të ndalë që në punof shneta mas pari. Uja jo kryesore. Edhe ti mos të ndalë. Edhe gratë tonë të kanë edhe shnetën kur s'nalën du punu. Pak malësie. Uroj ditë mbarë, sukses.